Nga Zvicra, ku kishte emigruar si 18 vjeçar, Esad Berisha ka zgjedhur vendin e tij të lindjes për të kultivuar bimën aronia. E kishte nisur vetëm si hobi, pasi që puna që e bën në vendin ku jeton është krejt e kundërt me bujqësinë. Tani, në periferi të Prizrenit, ai ka 8 hektar tokë të mbjella me aronia. Qyse para 4 vite kena fillu me kultivimin e aronisë, por kena fillu këtu në këtë plantazhe tash ku jemi. Të e po se Kosovë kemi kapacitet mirë për me punu, të e po që kemi rinjit mjaftueshëm që kanë nevojë edhe për punë, edhe të e po që klima i përmbush kushtet për këtë fidan që mundim na me kultivu këtu, edhe për atë të hullumtue e po që rrugë e drejt parë me Kosovë me kultivu këtë fidan që kemi këtu. Këtë tokën pa të mbledh, se nuk u kone jona, pa të mbledh në atë kohë. Të e po që toka për vetë e zbrasë më deshte me hullumtu se shka është ma interesante dhe ma mirë për tokën tonë e gjetëm aronin. Edhe kuptohet unë jetojnë Zvicra ati, para se me fillu këtë biznis kam pas kontakte me njerëz që njohin këtë fidan. Kemi pas në fillim të 1 hektar. Tu shku të bashkangjit të poshtë, i më rikëtu deri afër 4 hektarë kemi rritë plantazhen. Fillim thëmë drejtën, kam pas fillu vetëm si hobi ta kem se të kem për familjarët për shoshni, po ashtu të rrit interesi e po që mund me kalu dhe një industri. Të shumta janë të mirat shëndetësore të cilat i ofron aronia si bimë. Kjo, sipas Berishës, është arsyeja pse zgjodhi ta kultivojë ata. Për sigurisht që është shumë e njohur në sheqeri, diabeti, tensioni i lartë i gjakut, ka anti-rezatimin, anti-kancerozë është edhe këtë efekte ka. Në fakt nuk kemi na dhana dëvërtetuar për laboreve. Bile kam pas kontakte me një shkencëtar dhe mjek gjerman. Tregon shumë ma gjanë sa që ta dishim na se shka ka ai vetit e mira kishme konsumu çdo ditë. Është një gjë që e kemi testuar dhe kuptohet labore, kena pa që ka ato vetit mira, po në anën tjetër me njerëz që kemi pas në familje, shoqënie dhe rrethin ma gjanë, me shtypjet gjakut ka pas problem, diabet ka pas problem, në drejtim kanë ndihmuar tepër. Si fermer, ai e ka nuhatur tregun për aroniat dhe mundësinë e eksportimit. Tregun këtu në Kosovë kuptohet aq sa kemi na të mbjellën është e tepërt, edhe me qëllim e kam bërë që unë pjesën më të madhe për me eksportu. Në Zvicër jemi në hullumtim me sepër për tregun me gjetë. Paka shumë e kemi afru deri diku, sa që vitin e kalum kam pas disa kontakte se patëm dhe vitin e kalum një kështu lloj prezentimi të plantazhit që edhe ne jemi të kultivu aronin, edhe ishin zhgënjur në fakt në aronin. Aronia është një produkt që nuk është si lloj për shembull specin apo domaten që mundesh me miell me përfitu në vjesht. Këtu dush janë pritet më gjata, edhe për fat keq jemi ashtu siç jemi me të ardhurnat, populli janë të varur për të ardhurave të shpeta. Afro 10 kilometra larg plantacionit të parë, mërgjimtari nga Zvicra i ka edhe 4 hektare gjysmë të mbjellë me këtë bimë. I shihet mirë dhe mirë mbahet mirë, arrin masin deri në 3 metra.
shartim këto nuk dojnë, po mas viti 6 ka nevoj pakës që thojnë nanat si herje degat e vjetra me u këput që me lonë mundësi 3 jave me dalë. Gjithë ata që ta kështu lamin të më plas, kultivojnë aronin, mos u dëshproni se ndoshta për fillim i duket që nuk ka interes apo nuk ka fitim për aronis, po me kohën e tregon vetëm. Synim i mërgjimtarit Esad Berisha në një të ardhme të afërt, pos investimeve të tjera në vendlindje, është kthimi i tij i përhershëm në Kosovë. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin sot në YouTube.